Letra e dytë e apostullit Pjetër. Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostulli i Jezus Krishtit, atyre që kanë marrë për pjesë një besim të çmueshëm, sikurse edhe ne, me anë të drejtësisë së Perëndis ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht. Hir dhe paqja u shumoft për ju në njohjen e Perëndis dhe të Jezus Krishtit, Zotit ton. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë me anë të njohjes së atij që na thirrri me lavdinë dhe virtytin e vet, me anë të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Edhe ju, për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin dhe virtytit diturinë. Diturisë vetë kontroll, vetë kontrollit qëndresës, qëndresës perëndishmërinë, perëndishmërinë mëshirës dashurinë vllazërore dhe dashurisë vllazërore dashurinë. Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju me shumicë, nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe as të pa fryt në njohjen e Zotit ton Jezus Krisht, sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe dritë shkurtër, sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në Perëndinë e amshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Prandaj, nuk do të lë pas dore t'ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra, ndonse ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë. Por unë mendoj se është e drejtë përderisa jam në këtë tend, t'ju mbaj zgjuar, duke u asjell këto gjëra ndërmend. Duke ditur se së shpejti më duhet të lë tendën time, sikurse ma tregoi Zoti ynë Jezus Krisht. Por do të kujdesem që edhe pas largimit tim, ju të mund t'i kujtoni gjithë këto gjëra, sepse nuk ju a bëm të njohur fuqinë dhe ardhin e Zotit ton Jezus Krisht duke shkuar pas prrallave të sajuara me mjeshtëri, por sepse jemi dëshmitar okular e të madhështisë së tij. Sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme. Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Dhe ne e dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qem bashkë me të në malin e shenjtë. Ne e kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbardh dita dhe ylli i dritës të linë në zemrat tuaja. Duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt i interpretimeve të veçanta, sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njerëzit, por njerëzit e shenjtë të Perëndis kanë folur të shtyrë nga Shpirti i Shenjtë. Kapitulli 2. Por ka pasur edhe profet të rem, midis popullit ashtu si edhe do të ketë midis jush mësues të rem, të cilët do të fusin fshehura zi herezi shkatërruese, dhe duke mohuar zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërim të shpejtë. Dhe shumë vetë do të ndjekin doktrina shkatërruese të tyre, dhe për shkak të tyre udha e së vërtetës do të shahet. Dhe në lakmin e tyre do t'ju shfrytëzojnë me fjalë të shpifura, por ndëshkimi i tyre që motin nuk vonon dhe shkatrimi i tyre nuk po dremit. Sepse në qoftë se Perëndia nuk i kurseu engjëjt që mëkatuan, por i hodhi në tartar të lidhur me pranga terri që të ruajnë për gjyq, dhe nuk kurseu botën e lashtë, por shpëtoi bashkë me 7 të tjerë Noeun, predikues të drejtësisë, kur solli përmbytjen mbi botën e të pabesve. Edhe dënoi me shkatërim qytetet e Sodomës dhe të Gomorës, duke i bërë ki dhe i bëri shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pabesisht. Dhe e liroi të drejtin Lot, që e elmoi nga sjellja imorale e këtyre të çoroditëve, sepse ky i drejt banonte në mes tyre
e mundonte për ditë shpirtin e tij të drejtë, duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre të poshtra. Zoti do t'i shpëtoj nga tundimi të perëndishmit dhe do t'i ruaj të padrejtët që të ndërshkohen ditën e gjyqit. Sidomos ata që shkojnë pas mishit në lakmin e fëlliqësisë dhe e përmbuzin pushtetin. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhe nuk druajnë të blasfemojnë dinjitet, ndërsa engjëjt që janë më të lartë për nga forca e nga fuqia nuk sjellin kundër tyre gjykime fyese përpara Zotit. Por këta si shtaz pamend, të lindura nga natyra, që të kapen dhe të shkatërohen, flasin keq për gjërat që nuk i dinë dhe do të asgjësohen në prishjen e tyre, duke marrë kështu shpërblimin e paudhësisë së tyre. Ata e konsiderojnë kënaqësi ta çojnë ditën ndër qefe, janë njolla dhe fëlliqësi dhe lëshohen pas mashtrimeve të tyre, kur marrin pjesë në gostitet tuaja. Syti kanë plot me kuror shkelje dhe nuk pushojnë së mëkatuari. Mashtrojnë shpirtrat e paqëndrueshëm, kanë zemër të stërvitur në lakmime dhe janë bi mallkimi. Ata pasi e kanë elan udhën e drejtë, devijuan duke ndjekur udhën e Balaamit, birit të Beorit, i cili e deshi pagën e paudhësisë. Por u qortuar për shkeljen e tij, një kafshbarë e pagoi, duke folur me zë njeriu e ndaloi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë, re që shtyhen nga fortuna, të cilat u rezervohet errësira e territ për jetë. Sepse duke mbajtur ligjërata jashtë mase të fryra dhe të kota, bëjmë për vete me anë të pasioneve të mishit dhe të paturpësisë, ata që me të vërtet kishin shpëtuar nga ata që jetojnë në gabim. Ndërsa u premtojnë atyre liri, ata vetë janë sklever të prishjes, sepse një bëhet skllavi atij që e mundi. Sepse ata që shpëtuan nga dyrësitë e botës me anë të njohjes së Zotit dhe shpëtimtarit Jezus Krisht, nëse përsëri ngatrohen nga këto dhe mundohen, gjendja e tyre e fundit është më e keqe se e para, sepse do të qenë më mirë për ta të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, sesa pasi e njohën, t'ja kthejnë shpinën urdhërimit të shenjtë që u qedhan. Por atyre u ndodhi ajo çka thot një fjalë urtë e vërtet. Qeni u kthye në të vjellat e veta, dhe dosa e lar u kthye dhe u zhgorryt në Luc. Kapitulli 3. Shumë të dashur, kjo është e dyta herë që po ju shkruaj, në të cilat po e mbaj zgjuar mendjen tuaj të kthjellët, duke ju drejtuar kujtesës tuaj, që të mbani mend fjalët që u thanë më parë nga profetët e shenjtë dhe nga urdhërimi i vetë Zotit dhe shpëtimtarit të transmetuar nga ne apostujt. Së pari, duhet të dini këtë, se në ditët e fundit do të vinë disa përqeshës të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta, dhe do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur e trit fjetën, të gjitha gjërat mbeten në po atë gjendje si në fillim të krijimit. Sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet fjalës së Perëndis qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit, për shkak të cilit bota e atërshme u mbulua nga uji dhe humbi, ndërsa qiejt dhe dheu i sotëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabes. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet, dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk harron plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë, qiejt do të shkojnë në krism, elementet do të shkrihen nga të nxehtit, dhe veprat dhe toka që janë në te do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shenjtëruar ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt marrin flak, do të treten dhe elementet e konsumuar
nga nxehtësia do të shkrien. Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilën banon drejtësia. Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. Dhe keni parasysh se durimi i Zotit ton është në shërbim të përshpëtimit. Sikurse ju ka shkruar edhe vëllai ynë i dashur Paul, sipas diturisë që ju dha, ashtu bën ai në të gjitha letrat e tij, ku flet për këto gjëra. Në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqortueshmit i shtrembërojnë, sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për përhumbjen e tyre. Ju pra, shumë të dashur, duke i ditur këto gjëra, ruhuni se mos ligështoheni në qëndresën tuaj, të tërhequr nga gabimi i të pabesve, por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Atij qof lavdia tani dhe përjetë. Amen, amen, amen. Rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Atij qof lavdia tani dhe përjetë. Amen. Por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezus Krisht. Atij qof lavdia tani dhe përjetë. Amen. Amen.